Horoskopi ditor e enjte 10 prill 2025. Dashi, jeta juaj në çift do jetë e shkëlqyer gjatë gjithë kësaj dite. Do merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do argëtohen pafund me disa persona që i kanë njohur së fundmi dhe mund të jenë gati të hedhin çdo hap me ta. Në planin financiar, asgjë nuk ka për të qenë lehtë, kështu që merrni masa sa më shpejt. Demi, do ndjeni të lumtur sot ju të dashuruarit dhe emocionet do jenë shumë të forta. Ai që keni në krah do ju adhurojë pafund dhe do mundohet t'u plotësojë të gjitha dëshirat. Beqarët ka rrezik të flirtojnë me disa persona jo serioz, me të cilët nuk do të kenë asnjë të ardhme. Për financat do jetë një ditë e shkëlqyer. Gjendja do përmirësohet shumë më shpejt nga sa keni menduar. Pinjakët, mos u tregoni shumë autoritar sot ju të dashuruarit, sepse partneri mund të ndihet keq. Mundoni sa të mundeni të ruani një klimë sa më të ngrohtë. Beqarët mund të kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se sa aq. Në planin financiar do dini t'i bëni mirë llogarit dhe gjendja do mbetet të qëndrueshme. Të shpenzoni pa frikë. Nga porja, do jeni shumë bujar me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do jetë më e ngrohtë. Do dini edhe të hapni rrugë të falni. Beqarët duhet t'i shprehin më tepër ndjenjat e tyre, akoma më tepër nëse duan që lidhja të ecë si duhet. Për financat do jetë një ditë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Bëjni mirë llogarit nëse nuk doni probleme. Luani, shumë mosmarrëveshje do lindin sot nëpërmjet jush dhe personit që keni në krah. Marrëdhënia në çift do përmirësohet shpejt dhe më tepër nga sa keni menduar. Beqarët duhet të jenë më të duruar në mënyrë që ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Gjendja e financave do vi dal nga dal duke u stabilizuar, kështu që nuk duhet të kërkoni ndryshime të mëdha menjëherë. Virgjëresha, duhet të kaloni më tepër kohë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, dhe nëse nuk doni që marrëdhënia në çift të ftohet më tepër. Gjithçka mund të ndodhë nëse tregoheni të largët. Beqarët do jenë të vendosur të marrin në dorë fatin e jetës së tyre. Më në fund, ata do njohin dashurinë e madhe të qëndrueshme. Gjendja e financave do vi duke u përmirësuar dal nga dal. Peshorja, dita animuar do jetë gjithkohës kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ndjeni mirë në krahët e partnerit dhe kënaqësitë do jenë të papërshkrueshme. Beqarët do jenë të turpshëm dhe nuk do përfitojnë as pak nga ftesat që do ju bëhen. Gjendja e financave do jetë e turbullt dhe asgjë nuk ka për t'u ecur ashtu si do kishit dëshiruar. Kujdes me çdo shpenzim. Akrepi, ditë harmonike do jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do merreni vesh për çdo gjë dhe do toleroni her pas here. Beqarët do jenë gjithkohës të përhumbur dhe nuk do dinë çfarë hapësh të hedhin. Ka mundësi që të humbasin disa mundësi të mira. Financat nuk do jenë as pak të mira, kështu që mundoni të shpenzoni sa më pak të mundeni. Shigjetari, asgjë nuk ka për të ecur si duhet sot në jetën tuaj në çift. Debatet me partnerin do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do jenë të papërqendruar dhe do humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Do pendohen shpejt, por ka për të qenë vonë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni dhe gjërat kanë për t'u ecur mirë. Disa familjarë gjithashtu do ju mbështesin pafund.
Britsjapi. Do keni mosmarrveshje të forta sot ju të dashuruarit dhe do ndjeni keq në pjesën më të madhe të ditës. Nuk do arrini dot as të reflektoni e të kuptoni gabimet e bëra. Beqarët nuk duhet të joshin çdo person që do ju dalë para, sepse mund ta lëndojnë tej mase veten. Sektori i financave do jetë i qetë. Do kryeni të gjitha shpenzimet e menduara dhe do jeni mjaft të qetë. Ujori. Jeta juaj në çift do jetë të qëndrueshme gjatë kësaj dite. Do respektoni çdo mendim të partnerit dhe emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do përballen me surpriza të njëpasnjëshme dhe zemra do ju mbushet me gëzim. Gjendja e të ardhurave do varet nga mënyra se si ju do silleni. Po u treguat të pamatur, do keni probleme serioze. Peshqit. Të dashuruarit do keni një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë emocion të veçantë. Merrni gjërat si t'ju vinë në çdo moment. Beqarët do realizojnë takime mbreslënëse sot dhe gjithçka do ju ndryshojë brenda disa orëve. Disave do ju plotësohen edhe ëndrat. Buxheti nuk do jetë as pak i mirë. Duhet të kërkoni sa më parë ndihmë nga specialistët, sepse përndryshe do mbeteni vetëm.